faleminderit shumë. Ishin këto të gjitha informacionet që na solli gazetari nga tereni dhe sigurisht se situata në veri është më e qetë. Në përmale e në përfusha, në konak të babës, sa bjeshka u rrita. Djathin, mazën, kopen në shpej gjeta. Bashk me qingja e me dele, unë jetën posht e qova. Nashta gabim, po kështu e menova. Bas kumbonës, lojës, mërzis, egzimeve, huna filloj me muhat larg. E nisa me kuptu që rënda është me majt peshën e burneshës, e me ingu burrat e odës. Një dit u zhduka, sepse e kisha një andër, po për me u kthye prap. Jam unë, Laura Krasniqi, baresha e bjeshkve të Deçanit, një tjetër prej tëna bareshave. Unë kam me udhtu prej Kosove e dej në Amerikë e du me ju ba pjesë të prallës tem. U bona gazetare, gjithë e kom pas merak. Qa po menoni ju që unë e kom ikë për shtëtëzi, e kom lanë familjen, nashta për dikon është e letë marrë me tu këtu në Prishtinë, po për mu kanë shumë zorë. Shumë kom hjekë derisa kom marrë këtu. Sot jom një bareshe famshme, edhe une i mësova do fjallë të reja këtu në shërlikeve, që kemi mbase, si jemi, evente, këto shprehjet shërlikeve. O zot, sa mirë e shlirë po foli sot mbrapa kamerave, se para kamerave bëll zahmet, po pja dalë qysh. Edhe unë jëm bëj emancipune. Emancipuar, mësohoj që... Po lem rahat folin i hashkir, lem. Emancipuar. O, ku je pa qëni mon? Pa, A je burri fort? Si je? Mirë. Qa ki pun? Po, mirë. A pava mare qikën televizor? Qikën? Po, pasha zote qika jote ish bo e madhe mare, mashallah i ko. Hajë, ko, mare bërë. E, veç mi inshallah mare në bje zoti. Amin. Po, baco, për herë për qikën tone, e madhe të ka po qika e madhe. Po delëm televizare e sene. Hej. Po, dhe na kem pa baco një mën, në televizor. E keni pa? Po. Hej, mashallah. Nuk thesh ma këtu. A erdhe me radhen, lutë ka radhës, mirë se erdhe. Për qikë. O, tut. E s'moni më këthilu? Hajde se kërkas je. E di. E që s'ke ko, hajde, lut na. A më dush në një mu, definitivisht, ti me gjithë ekipi. Tu na me shkun të qanë, më pajtu me babën, nashta ma ka falë, s'po me mja njëse misionit, pa e di që më pajtu me babën. Am një mëni? Ha? Okej, hajde na. Falenderit.
ktheva, po du me I puth sytë e babs, e me një erën e vlajt. O Zot, am fort, po kom shumë frikë se mos po më shon zemra. O Zot. Kujtimet likështohen dhe trupi merr formën e një shpirti të trazuar. Nuk e përballon dot. Ndjenjet qenit aq afër me realitetin e me lojën e fëmirisë është aq e bukur. Të gjithë duan të jenë së bashku, e kaluara dhe e tashmja. Letër pi vllavit. Baresh, ta kem fal. Teo. Baba ta ka marru të punor. Ka thonë, s'jam gjallë, me hedhona saj, me e qitë krye, jo zbukuru krye. Baresha, Bretnisha ja. Tete për dit, ka full telefon me hallën. Edhe ka thonë në burë me qikën tem. Baresh, ktheu, ka marrë malli. Ktheu. O basi Sali, Oj, Baresh! a je mirë? Ku je, moti nuk s'kam po. Unë veç televizor po rritesh. Bravo të kovë, se shumë na zdritë ftyrën televizor. Faleminderit. A e ki pa kun babën? Baba ka shku në bjeshk me dhanë. E vllau? Vlau ka shku në shkollë. Hajt, po hypje unë e po në gjitë në analte, pesho. Nashta, pajtuna me babën. Miru pafshim, bati Sali.
është vendi Baresh. Kjo është toka që po të pret. Dëgjoje zërin e babës. Takon njerëzit e tu e le të mburren me ty, sepse ti je mbretëresha e tij. Ky është deçani i bukur, deçani i syve të mi. Jam e lumtur që u ktheva, e që jam këtu, jam shumë e lumtur. Qika jeme? Që shumë ka marrë malli, bre. Qa lulja për lulja, qa lulja për lulja, lullën që e këpusin, lullën që... Po ku je, moj Baresha, Bob? Bob? Hala, si pas ka harru, do kënga. Jo, Bob, kur si harroj? O, Bob, që shka marrë malli? Të shurë zopë. O, Bob. Duje babën, duje, o. Duje babën, duje, o. Se aj të karitur, o. Së ka shtirë zoni shumë, Bob, jo. Të ljumë bojët. Bob, asiherë nuk më ka ardhë mare prej nga jo më ardhë. Baresh jëm kanë, krejt e din që jëm kanë Baresh. Jom gazetare, po Baresh jëm kanë. Emrin e emisionit ja kom lojnë Baresh. E të ljumë. Po, e kjo Baresh ka me shku me vizitu krejt venet e botës, shqiptarët e suksesshëm që jetojnë atje. Keme prezentu kulturën tonë, traditën, suksesin e tyne, ka me shetit Baresha krejt botën, Bob. E Baresha, Bob. E Bob, mu po m'jen shumë mirë që tash edhe ky veni janë, të pjeshtë tona, ja ka nisë mu zhvillu turizmi këtu. Jetoni kish pa nisë me ndërtu hotelin, Via Ferrata, kolonia artistëve, shati turistik Belleja, Strelsi. Ku ka ma mirë, Bob? Me tregu botë sa të mirë jem, Bob. Mburë me ty, Baresha. Faleminderit, Bob, shumë. Aqë shumë ka marrë malli, e di që ke pas shumë vështirë, Bob. Pa nanën, veç me vllahun. Unë jo mik, qysh jo mik, Bob. Po ma halal, Bob, të kërkoj shumë falje. Jo mundu me jep ma të mirën prej vec, veç më mburë ti me mu, Bob. Halal. Faleminderit, Bob. Halal, qika Shumë i jeme. mërzit për ty, edhe për vllahun. Hajde, qika jem. Atje poshte kanë shtru sofrën për ty. Për me, Bob? Me gjithat mira. O, sa mirë. O, që shumë ka marrë malli për ato ushqimet tona. E, O, po. atje krejt. Nese, ushqimi mirë është edhe atje, po si të na që është ushqimin. Pa jem su qyshe vogël kur je konë me këto ushqime. Ma djafit e mirë, ato mazën e krejt. Leqenikin e. O, që shumë ka marrë malli, Bob. Veç të qysh me na isha na i hera, din, unë e di, jo mik, qysh jo mik, po të qysh as një herë s'm ke thirë bre, Bob, telefon. Të shra qysh më ka haru baba. Jo, bra, qika jem. E pëtra dhe hallën, e pëtra. Po, mirë, hec. Nuk kom harru, jo.
Kom folën me hallën tonë, edhe më ka tregu fije për be. Kretet, S'ka jetë u boje, qësh jetë u mësue. E qika janë. E po, E kom pas zërë dhe une e di me po, ta bo halal, po. faleminderit. Mas i më rrinë, duhet me ta bo halal. Faleminderit, po, shumë, Hajde, qika. shumë faleminderit. E atë goglin e vogël, mos ma keni martu me Bajramin. Po, ajo ka bo kinja, hej, deshe. Po. Gjithë qka ka ndryshu tash, po m'dokët edhe ma bukur. Për para, s'ke pasit atë shumë restorane, tash ki me hangër qka ta do të qefi, e me shetit në për këto bjeshk, e me përjetu atraksione ndryshme. E përveç staneve, tash flen edhe në për hotele luksoze. Zemra me t'u bo mal, sa mirë. Përshëndetje të gjithëve, kudo që jeni duke na shikuar në Kosovë dhe jashtë saj. Jemi mbledh të gjithë së bashku për me festu ardhjen. Po është zote le falsina. Le më se s'pas ka hish, ka pas ka rëtullu buën krejt. Bob, thuj mër Bob? Ja, Jamër ma prishe emisionin sa Fal Mirjanisa. Marsina, po është zote. Po, jeton. Po, leba qikën full. Po mëra pa televizorit së në folit se na. Hajt, bra, fal, hajt, veç më kom pasi e vendin që këtu në herë, po ti. Këtu në herë. Gazetarit, i ta Përshëndetje. Hajt, mirë ball, hajt, fal, qes foli mu. Hajt, edhe ta shumë bu gazetore, mos ta. Pani, okej, kryu, dhe se që valojës foli mu, hajt që. mirë. Fal, hajt, nësë japet. Hajt. Kamerman, edhe një herë bre, se kjo gjithë që shtu të qetë. Hajt. Përshëndetje të gjithëve kudo që jeni duke na shikuar në Kosovë dhe jashtë saj. Jemi mbledh të gjithë së bashku për me festu ardhjen time. Sot mos ma zini për të madhe, jam shumë e gëzume. Para menoni kush ka thonë që unë nëjherë kom ja nisë emisionit Baresha, bjeshkën ku unë jam rrit. Unë jam rrit në bjeshkën Plaqice Vokshit, ku lartësia mbi detare është 2400 metra. Jem mbledh me njes që jam rrit, me babën jam pajtu, jam shumë e lumtun edhe pe nisi emisionin. Kështu që bjeshka jam është ma e mira në botë, apo? Bravo, po, qa është të bine si se arron vendin tonë. Shumë bukur, bravo. Po ne, se komuna e Deçanit i ka 16 bjeshk gjithsej, se cila është ma e bukur se tjetra. E thash edhe ma herët që këtë bjeshk ku na jemi sot është Plaqica e Vokshit. Lartësia mbi detare është 2400 metra, është bjeshk pak ma e ftoftë. Gjithsesi që edhe sot jam shumë falemderuse për njerëzit me zemrën më të madhe në botë, e ata janë barind që edhe këto ditë të sotme, në këtë botë të moderuar, ata vazhdojnë me kultivu baktin, ku ka ma mirë. E na sot, falë tyne, po i qijojmë këto ushqimet tona tradicionale. Ushqimet tona tradicionale janë flia, leqeniki, djathit, këty në herë edhe une I ki bo, i po shë fantastik gazetare, u bune tash edhe këto. I ki punu, i ki po vetë edhe ti për para që është në mërë. Bukur, bare është zojën të kem pas. Po, vëllajnë këty. Edhe që tash kom e shku pa apet me babën edhe keme provu njërë se bashkëm ka marrë malli. Ani mirë se ka provu zoti. Na bëhet qefi neve si na dolin gazetare shumë e sukseshme, pas animon. Të kem ko gabim si të thësha mëse që i kënë shkollë. A pesha? Mare iki vetë. Iki ju në ika. Klub nga që të kemi më i qikë. Falemderit E shumë. shëqësi s'na kja rruë. Falemderit edhe sot që po e festojmë këtu që jeni mbledh krejt bashk. Jena mbledh krejt bashk, kemi marrë dhe këngëtarin duajin e muzikës tradicionale. Edhe sot, Baci Jonoz, unë jom rrit me këtë muzikë. Po këtu në herë, qëshja këni shpreju dashurin grave që ju kam pëlqy. Do me thonë, të është jonë këta, sa jonë rritet sociale, edhe tekstë, do me thonë, jonë pak ma ndryshe për para, për mes kongës, e keni shprej dashurin. Krejt me shenja, e me kongë, e me fjallë, si me rotull dy qysh, po jenë marrë vesh. Po që e nëza për nak nëj kongë, për hatër, baresh si... A mund është qëtash për qëtash me ma kushtu një kongë mu? Po mund në nështë po... Pa e të provoje.
Sot për qefin, na ka ordo, qika për gëgëti. Na ka ordo, qika për gëgëti. Ani shkoj Baresho, u këthy gazetar. Ani shkoj Baresho, u këthy gazetar. Bravo, bravo. Po bol krejt qoni, ani për këtë qigi që e ka rrit një moni. Ani për këtë qigi që e ka rrit një moni. Ani I bofshiko, oh mojni qin vjete. Ani I bofshiko, oh mojni qin vjete. Një orë kemi fjallë bëllë për ty. Faleminderit I madhi Jonoz Mushkolaj. Zemra të dovë, Janozë. Faleminderit. Hajde buft mirë, se unë e honga e para veç nese. Boft mirë. Faleminderit shumë. Moj qik, qapkën e ke qenë, e ashtu ke mbet. E ashtu do të nisësh për në bot. Do të vizitosh gjithë shqiptarët e ndej. Më dëgjo mua. Merë me vete këtë aromë të bjeshkve e fluturo si një shqiponj e vërtet.